kur Jeffrey Epstein shkëmbeu emaile me kryesuesen e Rothschildëve, në lidhje me referendumin e kryeministrit grek Alexis Tsipras, për largimin e ministrit Varoufakis dhe mundësinë e rënjes, shembjes së vendit. Hije pushteti elitash financiare dhe biseda prapa skenave, ndërsa Greqia mbante frymën teksa ishte duke shkuar drejt greminës. Pothuajse 3 ditë pas publikimit të një volumi të ri, të madh dokumentash nga të ashtu quajturat arkiva Epstein, më shumë se 3 milione gjysmë faqe, opinioni publik botëror ende po përpiqet të bashkojë copëzat e enigmës. Dhe ndoshta është e vetë kuptueshme që askush nuk mund të ketë ende një pamje të plotë të përmbajtjes së një korrespondence që përfshin dekada dhe përfshin qindra figura të fuqishme nga politika, ekonomia dhe elita ndërkombëtare. Megjithatë, midis këtyre dokumenteve, një pjesë bie në sy që prek drejt për drejt Greqinë dhe në të vërtetë në një nga momentet më dramatike në historinë e saj moderne. Gjurma greke në arkivat e Epstein. Më 6 korrik 2015, vetëm pak orë pas shpalljes së rezultatit të referendumit historik dhe dorëheqjes së papritur të Yanis Varoufakis nga ministri i financave, Epstein shkëmbeu emaile me Ariane de Rothschild, kreun e grupit Edmond de Rothschild, një nga grupet financiare më të vjetra dhe më të fuqishme në Europë. Ky fragment i veçantë është pjesë e korrespondencës së gjatë me email të Epsteinit me figura ndërkombëtare dhe kap brutalisht mënyrën se si drejtuesit e lartë të elitës financiare globale monitoronin dhe komentonin zhvillimet greke. Tsipras ja mori kokën Varoufakis. Në mesazhin e saj drejtuar Epstein, Ariane de Rothschild duket se është plotësisht e informuar rreth proceseve politike në Athinë. Ajo raporton se ekziston një bindje e fortë se Alexis Tsipras kërkoi largimin e Yanis Varoufakis dhe se kjo u arrit, me zëvendësimin e tij nga Efklidis Tsakalotos që konsiderohet si përzgjedhje e tyre. Në analizën e saj, ky ndryshim i ofroi kryeministrit grek kohë të vlefshme politike dhe përmirësoi klimën ndaj partnerëve europian, megjithatë pa ndryshuar drejt për drejt kornizën e negociatave të vështira. Në të njëjtën kohë, ajo vuri në dukje se në Bruksel po kultivoheshin pritshmëri se samiti i ardhshëm i Eurozonës mund të çonte të paktën përkohësisht në një zgjidhje. Pyetja e madhe, siç shkroi zonja Rothschild, ishte nëse rezultati i referendumit mund të përkthehej në një marrëveshje dhe jo në një bllokim politik dhe ekonomik. Pra në shndërimin e jos të popullit, në po. Përgjigjja e Jeffrey Epstein erdhi disa minuta më vonë dhe ishte kryekput cinike. Ai vlerësoi se dorëheqja e ministrit grek të financave nuk i thjeshtoi gjërat për Greqinë, por përkundrazi krijoi një problem më kompleks dhe më të vështirë dhe shkruan dhe i Artruli Fakid. Sipas tij, nga ai moment dhe në vazhdim, pala greke nuk do të thirrej thjesht të paraqiste propozime, por të paraqiste zgjidhje konkrete dhe menjëherë të zbatueshme, duke nënkuptuar se hapësira për manovrime nga pala greke ishte reduktuar thuajse në zero, që do të thotë që këta ishin personat që lëviznin situatat në politikën greke. Çfarë po ndodhte në Greqi në atë kohë? Koha e korrespondencës është absolutisht kritike. Më 6 korrik 2015, Greqia ishte në qendër të stuhisë. Vota ajo kishte fituar referendumin me 61.3%, do me thënë votë popullore për të dalë nga Eurozona. Alexis Tsipras po përpiqej ta përkthente rezultatin në një mandat të përforcuar negociues, duke shmangur prishjen me Eurozonën. Bankat mbetën të mbyllura. Kontrollet e kapitalit ishin në fuqi të plotë dhe tërheqjet bankare ishin të kufizuara deri në 60 euro në ditë. Greqia kishte vonuar tashmë një pagesë ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar, një ngjarje pa precedent për një vend të Eurozonës. Skenari i Grexit tani po diskutohej hapur në kryeqytetet europiane. Brenda vendit mbizotëronte frika, tensioni dhe një ndjenje një pikë kthese historike, me radha të gjata në bankomate dhe ankth për pagat dhe pensionet. Por ja si shikohej Athina përmes syve të elitës financiare. Në të njëjtën korrespondencë, Ariane de Rothschild shpreh gjithashtu një aspekt krejtësisht të ndryshëm, por zbulues të perceptimit të saj për Greqinë. Me një ton personal, ajo flet me bezdi të madhe për turizmin e tepërt të Athinës, duke përshkruar qytetin plot me turistë si neveritës dhe duke deklaruar hapur se kjo që ndodhte në Athinë me turizmin ishte një spektakël i pështirë. Ky koment, megjithse dytësor, ndriçon hendekun e perceptimit midis jetës së përditshme të një shoqërie në krizë dhe vështrimit të njerëzve që ndjekin zhvillimet nga maja e piramidës financiare globale. Kush është Ariane de Rothschild? Ajo është një bankiere dhe filantrope franceze, presidente dhe CEO e grupit Edmond de Rothschild. E lindur në vitin 1965 në El Salvador dhe e rritur në Europë, ajo mban një diplom master nga Shkolla Wharton e Universitetit të Pensilvanisë. Në vitin 2015, ajo bëri histori duke u bërë gruaja e parë që mori përsipër udhëheqjen e një shtëpie bankare me një histori mbi 200 vjeçare. Nën udhëheqjen e saj, grupi forcoi praninë e tij ndërkombëtare. Investoi në strategji të qëndrueshme dhe u përpoq për një modernizim të kujdesshëm të një organizate tradicionalisht konservatore. Në të njëjtën kohë,
Ajo shquhet për qëndrimin e saj publik në favor të zhvillimit të qëndrueshëm, qeverisjes korporative, globalizmit dhe forcimit të pranisë femërore në udhëheqjen financiare, duke ruajtur njëkohësisht aktivitet në fusha të tilla si arsimi dhe mjedisi. Me sa më sipër kuptojmë qartë se qendra jashtë Greqisë vendosnin për fatet e një vendi dhe të një populli. Se pasi e kishin vrarë popullin grek, grabiqarët po i vërtiteshin kufomës për ta shqyer, siç dhe realisht bën. A ja vleti që presidenti Trump bëri publike dosjen Epstein? Mund ta shkruash mendimin tënd në koment. Mast Channel. Please subscribe.